Do të them, ja, unë e kam nisur punën që në 83-shin, në Dukat. Dhe sot jam pensioniste, por i shërbej këtij komuniteti me shumë qiltërsi, dashamirësi. 60 vjet kam u këtu. Po, të dy ne jemi burrë e grua. Po, e ke nisur profesionin në Po, dhe këtu jam akoma. Dhe këtu si shërben tani, ma shpjego pak. Ja, se ta shpjegoj unë me vërtetësi, me qiltërsi. Tani që kalova, qova ilaçet sepse s'kan mundësi ata. I qoj unë deri aty, vjen një gjitoni afër, te ja çon aty pensionisti, s'ka mundësi të vij. Në këtë mënyrë e kam zgjidhur. Pa përtim natë edhe ditë. Jo që unë jam këtu tani edhe Dukati do më dëgjoj, do më shikoj, që unë po them një realitet. Në mungesë një shërbimi cilësor, shëndetësor, jeni detyruar që... Po, detyra ime. Base dhe s'më takon që unë kam një institucion aty, por unë e bëj këtë gjë, nuk përtoj fare. Dhe sot jam 70 vjeç. Si është ky profesion sot? Ja vlen më? Ja vlen. Për juve, po të rinj, kanë interes të... Shiko, tani unë të flas në emër të rinjve, s'kam të drejtë. Jo, ti ke parë për shumë, ka ardhur dikush sot, do ma mësosh dhe mua se profesion, ja ka që thjesht. Jo, nuk mësohet. Shiko, ne kemi punuar goxha. Unë kam bërë përgatitjet vetë laboratorike. I kam bërë unë farmaci. Dhe sa sot janë të gatshme gjitha, do shurupe, do suspension, do solucion, do pomada, gjitha janë pa gati. Është shumë zanat i bukur. Realisht. Nuk mund t'i thua shitës me kulturë dikush. Është shumë zanat i bukur.